bashta si interesa që mund të mbrohen më mirë duke i kapërcyer kufit partijak dhe duke kuptuar që vetë Partia Socialiste nuk është një qëllim në vetvete. Partia Socialiste është një instrument për të realizuar qëllimet përbashkëta që kanë të bëjnë me vendin, që kanë të bëjnë me njerëzit. Partitë si qëllim vetvete janë mbytëse, janë refuzuese, janë dëmtuese. Dhe e kemi parë këtë edhe në Shkodër, më parë, kur Partia Socialiste ka qenë mbytëse dhe refuzuese dhe dëmtuese për të tjerët, po edhe për veten në fund të ditës, sepse shikoi si një pronë e disave dhe jo si një hapësirë ku gjithë mund të hyjnë apo mund të ndërveprojnë me të edhe pa qenë pjesë e saj. Kjo është ajo që kam dashur të them prej kohësh, kur shumë kush u hodh përpjet nga shpreha përtejt majtës dhe djathtës, po në fakt Shqipëria nuk ka kohë për të humbur dhe ka humbur jashtëzakonisht shumë kohë me dasira që nuk i kanë shërbyer në të vërtetë as ushqimit të shëndetshëm të politikës së ndarë natyrshëm në kahje dhe në palë ndryshme, por i kanë shërbyer vetëm atyre që kanë dashur të kenë sa më shumë njerëz të verbër nga mbrapa për pushtetin e tyre. Duke thënë ne jemi djathtë, ata janë komunistë, ose në të kundër ne jemi të majtë, ata janë ekstremistë e tjerë. Dhe Shkodra është viktima më kuptim plot e shtërpësisë dhe e djallëzisë së kësaj dasie, sepse për shumë vite qëndroi e ndarë nga pjesa tjetër e Shqipërisë, qëndroi e ndarë nga rruga e zhvillimit të tjerë. Sot Vlora është shpallur destinacioni më i kërkuar në Airbnb në Europë. Është shpallur nga Airbnb, jo nga unë. Pra, aspektin e kërkesave të njerëzve që duan të vizitojnë një vend tjetër dhe që kërkojnë apartament me qera për të qëndruar disa ditë. Ku ishte Vlora përpara 10 vjetësh? Vlora ishte një rrugë kalimi, një qytet i marrë fund. Një qytet ku numri i turistëve të huaj ishte afër zerrës dhe numri i vizitorëve dhe i pushuesve nga vendi ishte qesharak në raport me çfarë është sot, sepse faktikisht aty s'kishte asnjë mundësi që të ndjeheshe në qetësim për të marrë frymë. Një breg deti i mrekullueshëm që ishte i mbushur me ferra, me godina ndërtuara paleje, me ndryshk të shtyllave të vëna që me një rrugë kryesore krejtësisht të bllokuar nga makinat ku secje dot etj, për të mos i numëruar gjitha, ndërkohë që sot është një destinacion ndër më të kërkuarit në Shqipëri. Korça, po ashtu, të tjerë po kthehen destinacione duke qenë edhe në situata të vështira, por edhe në pozicione gjeografike jo dhe fort komode për t'u arritur. Po marrë Thefin, Thefi është një destinacion nga më të kërkuarit sot në Shqipëri, dhe ju e dini shumë mirë që për të shkuar në Thef deri dje ishte misioni pamundur, ndërkohë që sot, pavarësisht se
ka rrugë ka të gjitha,